Në rrethin e Tepelenës është regjistruar një interes I lartë nga fermerët për aplikim në skemat kombëtare mbështetëse. Sipas të dhënave nga specialistët e bujqësisë, numri më I lartë I aplikimeve I përket sektorit të blegtorisë, ndërsa interes të konsiderueshëm ka patur edhe në skemat e bujqësisë ku fermerët duhet të bashkohen për të plotësuar sipërfaqen minimale prej 3 hektarësh. Ka interes për subvencione në të dyja bashkitë, si në Tepelenë dhe në Memaliaj. Më shumë interesi është për blegtorin, pasi është skema më e thjeshtë për të aplikuar, dhe si vjet udhëzimi e kishte ulur numrin e krerëve të blegtorisë, qoftë edhe të bletarisë, qoftë edhe të lopëve. Dhe ka patur interes dhe kanë aplikuar goxha fermerë. Kurse te bujqësia ja është pak më ndryshe, sepse nga viti I kaluar ka ndryshuar skema. Fermerët duhet të bashkohen për të plotësuar 3 hektar dhe kjo I ka vënë pak në vështirësi. Megjithatë, edhe në këtë skemë ka patur aplikime dhe presim që edhe derisa të mbarojë deri në datën 26 të ketë të tjera aplikime. Pranë zyrave të bujqësisë në Tepelenë deri më tani janë kryer mbi 50 aplikime, ndërsa procesi vijon dhe pritet që numri I përfituesve të rritet. Me parasysh e zyra jonë, sepse aplikimi bëhet tek online në çdo pikë, tek zyra jonë e bujqësisë, sepse një pjesë e mirë e blegtorisë aplikojnë edhe te zyra veterinarisë, sepse kanë edhe sistemin e rrudës edhe janë më të kompletuar. Jemi tek mbi 50 fermerë. Specialistët e sektorit ju bëjnë thirrje fermerëve që ende nuk kanë aplikuar të shfrytëzojnë mundësitë që ofrohen për të përfituar nga fondet mbështetëse dhe për të rritur kapacitetet prodhuese në bujqësi dhe blegtori, pasi aplikimet do të mbyllen më 25 qershor 2026.